Kauza e integrimit në Bashkimin Evropian të vendit tonë është kauza më e madhe dhe më e rëndësishme që duhet kena gjithë bashkë përtej çdo force dhe përtej çdo ngjyrimi politik. Kjo sepse është mundësia jonë e ardhë dhe nuk kemi qenë kurrë më afër drejt arritjes dhe antarësimit të vendit tonë, pikërisht në këtë familje të madhe që shqiptarët e kanë ndruar shumë kohë para se lindja edhe unë. Dhe besoj se në emën të atyre që kanë kalu, që janë edhe po punojnë, por edhe në emën padyshim të brezave të ardhshëm, ne duhet, siç e ka marrë Partia Socialiste me shumë përgjegjësi dhe angazhim serioz këtë nisëm, duhet ta marrin të gjitha partitë e tjera politike. Të gjitha referencat nga Brukseli dhe institucionet e Bashkimit Evropian janë tejet pozitive dhe këto flasin me raporte dhe me përgjigje zyrtare që Shqipnia është në rrugën e duhur. Pjesa tjetër janë debati brendshëm politik që nuk i shërbejnë Shqipnisë, por i shërbejnë interesave personale të një opozite zhurmuese që në këtë rast ftesa vazhdon me kënd që ti bashkohet kësaj kauze kaq të madhe që mban ngjyrat e Shqipnisë edhe të ardhmen e Shqipnisë përtej çdo gjaje tjetër.